Kanali i La Manchit duket mashtrueshëm i qetë në një hartë. Një brez i ngushtë blu midis dy brigjeve që duken mjaftueshëm afër për t'i prekur me dorë. Në realitet, ai është nga zonat ujore, më armiqësore dhe më të mbi populluara në planet. Me rreth 35 km gjerësi në pikën e tij më të ngushtë, ai përballon trafikun detar më intensiv në planet. Me ujëra të ftohta, rryma të shpejta dhe mot të paparashikueshëm. Për shekuj me radh, ka shërbyer njëkohësisht si mburoj dhe si barrier, duke mbrojtur Britaninë e Madhe, duke izoluar atë dhe duke përcaktuar kufirin e një kontinenti. Megjithatë, njerëzit e kanë kaluar gjithmonë, me anije, me tragete, me forcë vullneti. Por për më shumë se 200 vjet, një ide refuzoi të zhdukej. Po sikur të mos ishte e nevojshme të kaloj deti fare, që në vitin 1802 inxhinierët imagjinonin të ndërtonin një tunel nën kanal, jo për trena, por për kuaj. Një kalim i ndriçuar dobët me llampa vaj, me oxhaqe ventilimi që depërtonin në fundin e detit dhe një ishull artificial në mes të rrugës, ku kafshët e lodhura mund të zëvendësoheshin. Ishte vizionar, jo praktik dhe shumë përpara kohës së tij. Ideja dështoi, por mbolli një farë. Gjatë shekujve të 19 dhe 20, ëndra u rikthye vazhdimisht. Në vitet 1880, punëtorët madje filluan gërmimet. Disa kilometra tunel u gdhendën në tokë përpara se projekti të ndalej, jo për shkak të gjeologjisë, por nga frika. Një lidhje e përhershme, argumentonin disa, mund të zhderojë në një rrugë pushtimi. Presioni politik u rrit. Tuneli u mbyll, edhe njëherë deti fitoi. Përpjekje të mëvonshme ndoqën të njëjtin model. Teknologjia përparonte, ambicia rikthehej dhe më pas ndërhynte realiteti. Kostoja, rreziku dhe pasiguria e varrosin projektin her pas here, para se ai të merrte formë. Kanali mbetej ai që kishte qenë gjithmonë, një hendek natyror midis Britanisë së Madhe dhe Europës. Kjo deri në mesin e viteve 1980. Këtë herë, Britania e Madhe dhe Franca arritën diçka që asnjë brez i mëparshëm nuk kishte mundur. Ata ranë dakord, jo vetëm në parim, por në angazhim të plotë. Dy qeveri pranuan një rrezik të përbashkët për të krijuar një lidhje të përhershme nëntokësore. Nuk bëhej fjalë thjesht për një projekt transporti, ishte një deklaratë politike dhe ekonomike. Një vendim për të bashkuar dy kombe më ngushtë se kurrë më parë. Vetë projekti pasqyronte këtë seriozitet. Nuk do ndërtohej vetëm një tunel, do ndërtoheshin 3. 2 tunele kryesore hekurudhore do të transportonin trafikun në drejtime të kundërta. Midis tyre, një tunel shërbimi më i vogël do të shtrihej përgjatë gjithë sistemit. Ky tunel qendror nuk ishte një shtesë, ishte shtylla kurrizore. Ai do të siguronte ventilim, akses për mirëmbajtje dhe më rëndësishmja, një rrugë të mbrojtur shpëtimi në raste emergjence. Që në fillim, inxhinierët e kuptuan një të vërtetë themelore. Në det nuk ka hapësirë për improvizim. Ndërtimi filloi në anë të kundërta të kanalit. Në Francë, zona e qetë bregdetare, pranë fshatit Sandgate, u zhderua në një kantier industrial gjigant. Në Angli, punimet nisën në shkëmbin të famshëm të bardhë të Doverit. Tuneli do të fillonte në tokë, por sfida e tij e vërtet ndodhej nën shtratin e detit. Pothuajse menjëherë, projekti u përball me armikun e tij më të madh, gjeologjinë. Fundi i detit nën kanal nuk është uniform, ai është i shtresëzuar, i qarë dhe i paparashikueshëm. Pas vitesh testimesh, inxhinierët identifikuan një brez të ngushtë marrë ngëlqërore si të vetmen rrugë të mundshme. Ky shkëmb ishte mjaftueshëm i fortë për të ruajtur formën dhe relativisht i papërshkrueshëm nga uji, por vetëm nëse tuneli qëndronte brenda tij. Këtu qëndronte rreziku. Një devijim për i vetëm disa metrash lart do t'i çonte makineritë në shkëmb poroz, të mbushur me ujë duke shkaktuar përmbytje. Një devijim shumë poshtë do të bënte që argjila e dendur të bllokonte plotësisht makineritë. Zona e synuar kishte vetëm rreth 20 metër trashësi, e varrosur afërsisht 75 metër nën shtratin e detit. Për gati 40 kilometër,
tuneli duhej të qëndronte brenda atij brezit të padukshëm shkëmbor me një saktësi të jashtëzakonshme. Para se të fillonte gërmimi, edhe hyrjet përbënin sfida të mëdha. Nga ana angleze, inxhinierët u përballën me një shkëmb pothuajse vertikal. Zgjidhja ishte e drejtë për drejtë dhe brutale, eksploziv. Rreth 250.000 metra kub shkumës u hodhën në erë për të krijuar një bazë të sheshtë. Një copë e re vije bregdetare u kthen nga shkëmbinjt, duke ndryshuar përgjithmonë peizazhin. Në Francë, qasja ishte ndryshe, por po aq dramatike. Inxhinierët hapën një boshtë të madh rrethor pranë bregut, duke zbritur rreth 60 metër në tokë. Ky boshtë do të shërbente si dhomë nisje për makineritë që do ta shtynin tunelin përpara. Edhe në këtë thellësi, presioni ishte tashmë i jashtëzakonshëm, sepse makineritë që do të përdoreshin në këtë projekt nuk ekzistonin. Ato duhej të ndërtoheshin. 11 makineri shpimi tunelesh u prodhuan posaçërisht për tunelin e kanalit. Secila ishte një fabrikë nëntoksore në lëvizje, e mbushur me motor, sisteme hidraulike, rripa transportues, vinça dhe sisteme kontrolli. Në pjesën e përparme, një kokë prerëse rrotulluese kafshonte pa pushim shkëmbin. Disa prej këtyre kokave peshonin vetë rreth 600 ton. Këto makineri përparonin brenda tokës, duke u kapur pas mureve të tunelit pas tyre dhe duke u shtyrë përpara me forcë hidraulike, ndërsa prisnin, ato ndërtonin. Segmente betoni të parapërgatitura ngriheshin, vendoseshin dhe vuloseshin pothuajse menjëherë, duke formuar një veshje të papërshkrueshme nga uji. Kjo veshje ishte vetmja barrierë midis punëtorëve dhe miliona tonëve ujë deti mbi kokat e tyre. Kushtet nën tokë ishin brutale, sidomos nga ana franceze, ku terreni më i lagësh dhe më i lirë kërkonte makineri të mbyllura dhe të presionuara për të shmangur shembjet dhe përmbytjet. Brenda këtyre tuneleve pa ventilim, temperaturat mund të arrinin 50 gradë Celsius. Ekipet punonin mes vapës, errësirës dhe zhurmës së vazhdueshme, kilometra larg dritës së ditës. Tuneli i shërbimit avancoi i pari, më i vogël dhe më pak i rrezikshëm e i shërbeu si eksplorues, duke sondazhuar gjeologjin, duke zbuluar pika të dobta dhe duke konfirmuar se rruga mund të ndiqej me siguri. Çdo metër i fituar ishte një bast. Ekipet monitoronin vazhdimisht çdo rrjedhje uji, sinjalin më të hershëm të katastrofës. Çdo rrjedhje duhej vulosur menjëherë. Në disa momente, hyrje masive uji kërcënuan të bllokonin ekipet dhe të shkatronin makineritë. Saktësia ishte gjithçka. Sistemet e drejtimit i mbanin makineritë në kurs. Gjiroskopët gjërmonin orientimin thellë nën tokë, aty ku referencat e sipërfaqes ishin të padobishme. Operatorët drejtonin makineri që peshonin rreth mijëra ton, me rregullime delikate dhe të vazhdueshme. Tuneli nuk mund të përballonte gabime. Ndërsa gërmimi vazhdonte, u shfaq një tjetër sfidë gjigande: menaxhimi i materialit të nxjerrë. Rreth 7.5 milion metra kub dheu dhe shkëmbi duhej të largoheshin. Nga ana britanike, materiali u hodh në det, duke formuar gradualisht një platformë të re bregdetare prej rreth 36 hektarësh. Kur nuk ishte më vend për tokën, ata krijuan tokë të re. Kur tuneli i shërbimit po i afroi qendrës së kanalit, dy ekipe, britanik dhe francez, po përparonin verbërisht ndaj njëri tjetrit nën shtratin e detit. Gjithçka varej nga besimit e instrumentet, matjet topografike dhe ajo shtresë holl shkumsi që mbante larg detin. Momenti i së vërtetës po afrohej. Teksa dy skajet e tunelit të shërbimit i afroheshin njëri tjetrit nën fundin e detit, hapësira e gabimit u zvoglua pothuajse në zero. Pas gati 39 kilometër gërmimi, nuk do të kishte një mundësi të dytë. Makineritë drejtoheshin nga gjiroskop dhe referenca lazeri, por nën tokë nuk ka mënyrë për të korrigjuar një gabim pasi i jetë përhapur. Një devijim prej vetëm disa gradësh në fillim mund të përkthehej në disa metra diferencë në fund. Më 1 dhjetor 1990, basti rezultoi i suksesshëm. Një vrim e vogël pilot depërtoi murin e fundit të marrës gënqërore dhe drita kaloi midis dy bodhve që kishin qenë të ndara
që nga fundi i epokës së akullnajave. Çarja ishte e qetë, pothuajse e përmbajtur. Inxhinier nga Britania e Madhe dhe Franca shtrin duart përmes hapjes dhe u shtrënguan. Gabimi përfundimtar i shtrirjes ishte më pak si gjysmë metri, i arritur rreth 75 metër nën shtratin e detit. Një nivel saktësie që dukej pothuajse i pabesueshëm. Me përfundimin e tunelit të shërbimit, 2 tunelet kryesore hekurudhore vijuan më pas, më të mëdhenj dhe më të shpejt, duke u takuar nën kanal në muajt që pasuan. Për herë të parë në histori, ekzistonte një rrugë toksore e vazhdueshme dhe e thatë midis Britanisë së Madhe dhe Evropës kontinentale. Por tuneli ende nuk ishte përfunduar. Gërmimi kishte krijuar një kalim, jo një sistem funksional. Para se një pasagjer i vetëm të mund ta përshkronte, mjedisi nën toksor duhej të bëhej i sigurt, i frymëmarrshëm dhe i kontrollueshëm. Ajri ishte prioriteti i parë. U instaluan ventilatorë gjigant për të shtyrë ajër të freskët përgjatë tuneleve, duke rinovuar vazhdimisht. Në një hapësirë të mbyllur të kësaj madhësie, edhe një dështim i shkurtër mund të bëhej katastrofik. Më pas erdhi energjia. U shtrin linja elektrike të tensionit të lartë, rreth 250.000 volt, përgjatë shinave të salduara me saktësi ekstreme dhe të projektuara për operim me shpejtësi të lartë. Trena do të udhëtonin në det me shpejtësi deri në 160 km/h. Në këto shpejtësi nuk ka vend për gabime. Tuneli kërkon të besueshmëri absolute. Zjarri përbënte kërcënimin më të madh. Brenda një tuneli të gjatë, një tren në lëvizje vepron si një piston, duke shtyrë një mur ajri përpara tij. Tymi nga një zjarr mund të përhapej me shpejtësi nëpër tunel, duke i kapërcyer pasagjerët përpara se ata të mund të shpëtonin. Inxhinierët ju përgjigjen me një strategji sigurie me shumë shtresa. Çdo 375 metër, kalime tërthore lidhin tunelet hekurudhore me tunelin qendror të shërbimit. Ky tunel mbahet në presion më të lartë ajri për të penguar hyrjen e tymit, duke kthyer atë në një stret të mbrojtur dhe rrugë evakuimi. Sisteme për shuarjen e zjarrit shtrihen përgjatë gjithë tunelit, të mbështetura nga ndriçim emergjent i dyfisht dhe burime energjie të pavarura. Këto sisteme nuk u testuan në simulime, por në realitet. Në vitin 1996 dhe sërish në 2008, shpërthyen zjarre serioze brenda trenave shëtitës për kamion, të ushqyera nga goma dhe ngarkesa. Në të dyja rastet, sistemet e sigurisë funksionuan pikërisht ashtu siç ishin projektuar. Tuneli i shërbimit u zhdërua në një stres shpëtimi dhe çdo jetë u shpëtua. Në kushtet më të këqija të mundshme, dizajni me 3 tunele dëshmoi vlerën e tij. Në sipërfaqe, u ndërtuan terminale gjigante në Folkestone, Angli dhe pranë Calaisit në Francë. Këto nuk ishin stacione të thjeshta, por qendra logjistike të mëdha, të projektuara për të integruar rrugën dhe hekurudhën. Makina, autobus dhe kamion ngjiten drejt për drejt në trena, qëndrojnë mbi to gjatë kalimit dhe dalin në anën tjetër rreth 40 minuta më vonë. Nuk është as traget dhe as udhëtim tradicional me tren, por diçka krejtësisht e re. Një kalim nën toksor me shpejtësi të lartë nën det. Kur tuneli i kanalit u inaugurua zyrtarisht në 1994, e pamundura ishte bërë e zakonshme. Megjithatë, triumfi i inxhinierisë erdhi me një kosto të lartë. Buxheti i projektit ishte rritur nga rreth 4.7 miliard në afro 9.5 miliard. Ndryshe nga shumica e mega projekteve të kësaj shkalle, tuneli u financua tërësisht nga investitor privat. Bankat dhe aksionarët morën përsi për rrezikun financiar dhe shumë prej tyre pësuan humbje të mëdha. Tuneli i kanalit u bë njëkohësisht një pikë referimi e inxhinierisë dhe një paralajmërim për financat e megaprojekteve. Kostja njerëzore ishte edhe më e rëndë. 11 punëtor humbën jetën gjatë ndërtimit. Çdo humbje thekson të realitetin se progresi në këtë shkallë mbart pasoja që nuk mund të fshihen nga suksesi. Me kalimin e kohës, standardet e sigurisë u përmirësuan dhe fazat e mëvonshme të projektit patën më pak incidente, por humbja mbeti e përhershme. Pavarësisht vështirësive financiare, tuneli gradualisht
transformoi udhëtimet dhe tregtinë. Me përfundimin e High Speed 1 në 2007, koha e udhëtimit midis Londrës dhe Parisit u reduktua në pak më shumë se 2 orë, shumë më shpejt dhe më e parashikueshme se fluturimi. Transporti i mallrave u bë më efikas midis tregjeve. Dekada më vonë, pasuan projekte të reja infrastrukturore, përfshirë lidhje elektrike të tensionit të lartë që kalojnë përmes tunelit, projekte që më shumë gjasa nuk do të ekzistonin pa këtë lidhje fizike. Nëse tuneli i kanalit i Avleti mbetet një çështje debati, linjat ajrore me kosto të ulët, tragetet, ndryshimet politike dhe pasiguria ekonomike e komplikojnë çdo përgjigje të thjeshtë. Disa argumentojnë se me dijen e sotme, ai nuk duhet ndërtuar kurrë. Të tjerë theksojnë se përfitimet e tij më të mëdha nuk maten lehtësisht me marzhe fitimi. Çfarë nuk mund të vihet në dyshim është ajo që përfaqëson tuneli i kanalit. Ai është provë se zgjuarësia njerëzore, bashkëpunimi dhe saktësia mund të kapërcejnë barriera që dikur dukeshin absolute. Deti që dikur ndante kombet, tani pushon qetësisht mbi një kalim të përhershëm prej çeliku, betoni dhe shkumsi. Miliona njerëz e përshkojnë atë pa parë kurrë ujin mbi kokat e tyre, apo shtresën e hollë gjeologjike që mban gjithçka në vend. Kanali dikur ishte një mur, sot është një tavan. Dhe nën të, një nga arritjet më ambicioze të inxhinierisë në histori vazhdon ta çojë botën përpara, në heshtje, përmes errësirës. Abononi në këtë kanal për të parë më shumë video të tilla, duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës. Dhe si gjithmonë, faleminderit për shikimin.